E kam filluar me 600 euro në xhep, lokalin e parë. Kam rrezikuar 130.000 euro. Jemi në Banjë Vignoni, ka 20 banor, ka 40 hotele, ka miliona turista. Unë tregoj për herë që jam shqiptar, nuk kam marrë. Kemi jarë në Gomonë në Altë Gjashten, me mamën e motrën e parë, kam 2 motra, dyta ka le në Shqipëri. Kemi nejtë 3 vjetë, pastaj kemi kthej në Shqipëri, kemi jarë prapë në 2001 regular. Ma menoj se mama e baba dhe të gjithë prind shqiptar këmë ba sakrifica që unë e ti nuk e dija mund të bajmë. Është një gjë nuk është e imagjinueshme. Me marrë jetën, domethënë, s'ke pas asnjëherë në komunizëm, ato kanë pas një dëshirë dhe një gjë të pastër me demonstruar naturalisht ato që është familja për Shqipëri. Që nuk është kollaj në Itali me vlerët që kemi në Shqipëri. Baba im ka pa 18 km, 20 km në ditë me biçikletë për me shku me punu, për 3 vjetë. Që se ti e shef rrugën dhe unë e shoh, nuk e ban. S'kam filluar si sen, kam filluar nga zero. Kam pasur ri për me punu vetë. E kam filluar me 600 euro në xhep, lokalin e parë. Kam ba olin, nga 10 lokalit të mirë në Itali, mas 1 vjet. Kur ke urim, mund të besh. Tani Italia është shumë e vështirë. Imagjinoj që në Itali pagun 85% takse. Nga i herë që është nga gjumi, thu, pse bajnë? Është shumë ma faqe me kem punëtor në Itali. Kur je ri, pse nuk e... është momenti me e ba, dhe me tha me riziku. Menoj se kemi një vlerë më të madhe si shqiptar, kemi sufruar shumë. E dim që është uria. Kam jetu në Milano, jam rritë në Arkore, kam gjirat gjithë Italinë për kampari, kam zgjallë këtë vend për si kam 2 vajza. Njëna është 9 vjeç, tjetra 3, për me jetuar këtu. Është fillimi i jetës. Nuk e dija do shkoj në Shqipëri me hap një gjallë. Si e menoj me ba. Me pëlqen hospitalitetin, nuk e bëj për lek. Nuk më intereson lek. Unë e bëj për si me pëlqen që klienti është me një koneksión me mu, që me jep mu ri. Nuk e bëj për lek, nuk më intereson lek. Është proprio ri për hospitalitetin. Ma unë të gjitha, për se unë kam shumë regla. Nga kafe, cappuccino e koktel, pastaj unë shkoj këtu, marrë një erba e bëj një koktel. Veçen shumë alkooli dhe i rri mrapra, për se tashista është ardhur një moment që alkooli ka me kënë shumë pak, është low alcohol moment, okay? Është si ke shtëpia, unë të thirr ke shtëpia, okay? Ti vjen me katë dush, edhe ti kemi pas një surprizë. E njëjtë gjë është ke lokali për mua për koktel. Me thënë ti ush ke tavolina, kemi pas një menu, është një surprizë. Jemi në Banjë Vignoni, ka 20 banor, ka 40 hotele, ka miliona turista dhe ki lokali parë që kam pa më këtë zonë, para se me hap lokalin tim, kam ba me mill, e pastaj në Covidin e kam marrë me qëra. Unë me pres të gjithë, menoj se jam gati me plotësu të gjithë dëshiret, pero nuk jam gati asnjëherë, që çdo ditë është të re. Se kur ti menon që je plotësuar, ke gabu. Vjetë e mia i gjen vetëm ke Barrino, që janë creation që bëj unë, nuk mund t'i gjensh askun. Unë përdor shumë zonën, përdor erbe naturali, gjëra dhe bilancoj me mënyrën time mas 20 vjetësh. Është dora, si shefi. 3 stars është dora. Dora, dashuria që bën një pije, është një të gjashtë ke një pjatë. Tregoj për herë që jam shqiptar, nuk kam marrë, anzi. E kam. Po, kam fillu tash 4 vjetë. Tash kam një lokal në Milano, kam këtë lokal dhe kam shumë biznese afër. Prodhoj një gjinë, kam shumë kolaboracione, kam filluar. Italia të jep një respekt, një edukat për punën. Unë shkoj shpesh në Shqipëri, punoj në Tiranë ka herë. Shqipëria është, me vjen shumë keq, por është momenti në realtà me shku në Shqipëri. Ka nevojë për si unë që ke marrë këtu e çon ke shtëpia, no? Mungojnë do gjëra në Shqipëri. Nuk është momenti, menoj. Shqipëria më jep tokën, domethënë realiteti, domethënë rrajtën shqiptare e Italia më ka dhënë jetën. Kam qef me bakon divizion, okay? Po si menoj që të rritë shqiptar kanë nevojë për këtë gjë. Po si nëse unë menoj vedin afër gjishit, nuk marr asnjë sen. Nëse unë menoj vedin afër një kushëri o një të robë, e ka eksperiencën time me bakon divizion, ai do marrë një gjë nga unë. Kam akoma vështirësi dhe Italia të mëson një gjë që kur je i ri në këtë moshë që kam unë, është momenti me rrezikuar të gjitha. Ma rrezikuar me menje. E Shqipëria ka mundësi me fillu nga zero. Po e donë, nuk e donë.
E shumë klajt me thanë, marrë 300 e qanë, no? E shumë e vështirë me ba një hap me thanë, kam fillu një biznes. Unë kam fillu me 600 euro më gjep, kam rreziku 130.000 euro, kam pagu të gjitha, kur ke një ender e ban. Sot kam 7 punëtor, çdo muaj është një muaj, që nuk flej mirë, dhe me thane, çdo muaj është një muaj, është 7 familje për mu. E trive, filloni me ba një hap, pa ato që ju thonë. Me thane televizion, unë s'kam televizor tash 4 vjetë, nuk di që nëllë në botë. Lexoni, shef, gjera, që ndërroni, filloni, ba një hap. Në Shqipëri ka nevoj për një hap. Edhe është një shembull e Mërzizanëve. Ka ba një hap, ka 400 familje që japin, wow, është një gjë në Europë që mund ta krenojmë, no? Është një krenari. Unë mendoj që ne në Shqipëri kemi gjë naturale. Unë jam fshatar, jam kallmetor, jam katolik. Nuk e njoh Shqipërinë poshtë. Kemi një gjë që na ka lind mrena, kemi esteticitetin, kemi nimen, kemi dëshirë me pa të gjëra që nuk shaf Europa, no? Hospitaliteti është një gjë e jona, me thënë kanal naturale. Kam pasi kur e du një gjë, shkoj, kam uri. Ma kam mësu baba, ma kam mësu mama, e ma kam mësu familja pse janë shumë importante nga vjen. Unë nuk kam kur barazim me prindërit e mi, me sakrificë që kam ba. Që mendoj se nëse bëj një 4 jam okej. Por nuk është kjo, është shembulli që ka dhënë familja.